Ky është i riu shqiptar që humbi jetën nga aksidenti në Rumani, tifoz i zjarrt i PAOK. Personi në foto është i riu shqiptar Vasil Pilo, i cili ka humbur jetën ditën e martë me 6 tifoz të PAOK në një aksident tragjik në Rumani. Ai është identifikuar zyrtarisht nga policia rumune, e cila tashmë ka kaluar informacionin edhe drejt policisë greke. Lajmi konfirmohet zyrtarisht nga burimet të sigurta pranë ambasadës shqiptare në Greqi. Vasil Pilo mësohet se jetonte me familjen e tij në Aleksandria të Imathias në Greqi prej shumë vitesh. Jashtë kamerave, miqtë e tij tregojnë se Vasili ishte tifoz i zjarrt i PAOK dhe ishte prezent në të gjitha ndeshjet e skuadrës së tij të zemrës, atë çka po bënte edhe këtë të martë teksa po udhëtonte drejt Francës. Nga ana tjetër, Genci Sadiku është shqiptari tjetër emigrant, i cili vetëm rreth orës 14 ka mundur të komunikojë nëpërmjet telefonit me familjen e tij, vetëm për pak sekonda. I shprehur se do të rikthehet në Shqipëri. Nuk e di si jam gjallë, por jam mirë, do të vi përsëri në shtëpi, kanë thënë familjarët jashtë kamerave për median greke.